Qindra qytetarë u mblodhën në sheshin para Bashkisë Shkodër në natën e ndërrimit të viteve. Kjo natë është festuar në mënyrë të organizuar nga Bashkia e Shkodër. Në ndrita e në të qeshtura. Ashtu si gjatë gjithë muajit dhjetor, edhe natën e ndërrimit të viteve nuk mungoi koncerti në sheshin para Bashkisë. Shkodra ishte në festën e fundvit, duke përcjellë një atmosferë festive për disa javë.